Do dalim tani nga jeta mondane e qytetit të nderuar miq dhe do të shkojmë në natyrë, madje në zonat më të thella rurale, aty ku na pret si gjithmonë gazetari jon Thoma Dhia me rubrikën e tij Derim shqiptare. Shohim bashkë se ku ka vajtur sonte. E ndjekim. Përshëndetje. Ja ku takuam. Ja ku takuam përsëri në emisionin tim Blerim Shqiptar që është kaq i dashur për ju dhe siç dihet që flet për blegtorin dhe buçësin. Tu ndodhemi në një zonë malore të cila nuk do të kishte asnjë vlerë në qoftë se nuk do të dëgjoheshin tingujt e kësaj çiftelie që i bie ky malcor në nijen e këtij rapi mashkullor. Më falni shekullor. Këtu po na kalon përpara dhe një vajzë e cila po mban një fuqi në kuriz. Më falni, nuk qën ka fuqi, po qën ka bucil, edhe duke e para me këtë bucil, na kujtojnë vargjet e këngës, më jep të pi një ujë nga bucila, më i vajzë me kaçurela. Hop më rëq! Muë, ashtë të i mu tha vetë gry ka për ujë, e se më të i muj me pi. Ma këllë e ka me dhënë Tomil Gjini, se me dhënë ujë pri bucilet. Me gjithë të peshë që pas keni duket që ju kam vajtur pak shtrembër, po edhe në... Edhe ne meshkujt po të mbajmë kaq pesha të rënda, do të na shkonte ndonjë gjë shtrembër. Më falni, sa herë hypni dhe zbrisni këtë kodër? 20 herë. Më duket se lodheni, apo jo? Kumar, kodra është fushore për mumar, se ma për para e kem pas shpin majet malit. E në tash kënë ardhë me ngritje më kodër. Më falë, po pëse nuk erdhët me ngritje në fush, ta kishit më të letë? Unë i kom thonë burit tem, Lokja i ka thonë burit hërti, bomba bre shpin, munja ty ke burimi. Jo më ka thonë, se gruja duhet ngop në shef e më punë. Do me thënë, ju pas keni tashi orarin e punës dhe më vonë orarin e qefit, apo jo? Au! Më falni, çfarë ishte kjo? Qefi. Hajde marrë me lokën pine një kafe kështë. Do vi, më falë, do vi, po të bëjmë qike emisionin, a disha të thua që ju të ndihmojnë këto atlete që i keni blerë në ndonjë botikë për të ngjitur këtë kodër. Qërë atlete shtumar, vërti, i të jenë qëra për leshi i ka bëhet lokja me shtizë. Pra, përveç punës ta, unë merë kanë dhe me edhje shtize, ja, pra, shikoni, duhet ju kem parë në ndonjë emision sportiv, po nuk më kujtohet emri juaj, si queni? Gjyle. Ja, pra, kjo sokoleshë qënka në 7 gara, shu merë ka dhe me edhje gjyle. Po tjetër qëfar idhni përveç kësaj? Fëll. I bini edhe fyllit e pa besueshme. Ja, pra, se qëfar ka bërë demokracia në këto 20 vjetë. Vërti. Hudhin fallë me filxën kafje. Hudhin fallë me pa kur ka më ardhë një ditë që jeni në gratë, me pa një ditë dritë. Vërti. Merë një pjesë në ndonjë konkurs që doni të shikoni pak dritë, kush është trajneri juaj? Kush është burri juaj? Rock Rioli. Pra, e pa besueshme përveç punës dhe sportit ta, u merë kanë edhe me rock and roll. To janë arritjet e qeverisë që kanë bërë këto 20 vitet e fundit, besoj se fjalët janë të tepërta dhe tani... How are you? Më falni, qëfar ishte? How are you? Ja, pra, e pa besueshme, këta fliskan edhe anglisht, 20 vjetë që këta përdoj, po buri flet? Faler, si s'faler ju? Ku është buri? Ka hik pëllesh. Ka shku e me sheth berrat. Ja, pra, e pa besueshme dhe të qethen derët, nuk e kishim dëgjuar ndonjëherë, po çfarë bënin mbasi ktheheni nga puna? Unë mbasi kthehem prej punet, i thon burrit më fërka. Dhe besoj se ju fërkon. Jo, se ati dhe mi ndurët.
Ja pra harmonia në familje, shikoni pra arritjet e qeverisë që kanë bërë për një harmoni në familje ku mungon dhe dhuna, apo jo? Jo, tash nuk ven mo durmi mu. Ja pra këtë thash edhe unë. Vete me hu, me hu. Ja pra ku pas ka hequr, burri pas ka hequr dorë nga dora, pas ka fillu... Ky është emisioni Blerim Shqiptar, miru takofshim javës tjetër.